Po tani po nisem prej aspekt Evropë dhe mas ne ndalem edhe njerë në Kosovë. Në Evropë, ne dim se veç ka pas kërkes për gaz edhe rjet të mirëfillt të gazit. Pra, kërkesa për gaz, e cila është mbuluar kryesisht nga gazi rus, dhe në këtë aspekt Rusia për një kohë gjatë ka qenë një farë partneri strategjik i shumë vendeve evropiane për furnizim me gaz. Nord Streamin e përmendë edhe ma herët që deri në momentet fundit kjo Rusia është parë, momentet fundit për para krizës vitit 2022 dhe para luftës në Ukrainë është parë si partner strategjik në këtë aspekt. Domethënë kërkesa ka ekzistuar, infrastruktura ka ekzistuar, dhe duke pas edhe kërkesën në infrastrukturën, Evropa nga momenti i krizës ka kërkuar dhe ka investuar në qoftë në plane, qoftë në gjetje në një partneri tjetër, apo jo vetëm partneri tjetër, por burimeve tjera se si mund të zavendësoj gazin rus. Dhe ka ndërmarrë masa për të ullur fillimisht konsumin. Pra nëse shojmë konsumin e gazit në nivel evropian, ka qenë rreth 400 miliard BCM, 400 miliard metër kub, që i bjen rreth 400 në formë tyre se si kalkulohet BCM, pra billion cubic meters, dhe në vitin 2025, kjo kërkesë është rreth 320 miliard metër kub, që i bjen se ka investuar së pari për ta reduktuar konsumin e gazit, në mënyrë që ketë edhe një lloj evitimi të këtij ndikimi rus. Së dyti, një pjesë të madhe të gazit rus e ka zavendësuar me LNG, pra ne dim se edhe prej Norvegjisë furnizohet një pjesë, pra në Evropë, por pjesa tjetër ka ardhur prej LNG-s, që pjesa më e madhe rreth 60% e LNG-s që vjen në Evropë është LNG amerikane. Pjesa tjetër vjen prej lindjes mesme, një pjesë Nigerisë e kështu me radhë. Domethënë, një pjesë e madhe vjen prej Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kjo është parë si një farloj partneriteti tjetër duke zavendësuar atë që kam pas më herët. Po sa i përket çmimeve, kjo është shumë e rëndësishme, pra unë të paktën deri tash nuk po dëgjoj për racionalitetin ekonomik. Okej, sa është e kushtueshme, se kjo do të jetë e rëndësishme, po të përdoret për industri, po të përdoret për industri, cili është çmimi i saj tani kur flasim, dhe cili është ndryshimi me atë energjinë që kemi prodhuar tu, me thënë gjellë. Apo edhe atë të importuar, se ka shumë lloje. Tani në aspektin e çmimeve, me që çmimet paka shumë përcaktohen në nivel tregu i gazit është treg global. Dhe çmimet përcaktohen në nivel global, në një farë forme LNG-a ka qenë historikisht apo tradicionalisht më kushtueshme se sa gazi që vjen në tubacione prej Rusisë, domethënë. Deri në momentin kur Rusia ka shfrytzuar si armë ekonomike, kur e ka rrit çmimin, dhe në një farë mënyre ka obliguar Evropën që të kërkojë një burim tjetër që ka qenë ky LNG-a. Dhe në këtë formë, duke pas infrastrukturën, çmimi i gazit është shumë më i lartë se që ka qenë, dhe në një farë formë për të prodhuar energji elektrike me gaz, është forma më e shtrejtë. Nëse e shohim atë quhet merit order, një grafikon mbi bazën e cilit vendosen se sa është kostoja e prodhimit të energjisë elektrike nga burime të ndryshme, gjithsesi e para në këtë rregull të bazë të meritës së çmimit vijnë burimet e ripërtishme, me që nuk kanë kosto variabile. Pastaj vjen energjia e hidrove, pastaj energjia nukleare, pastaj vjen thëngjilli apo gazi, por shumë shpesh vjen thëngjilli para gazit, sidomos kohëve të fundit, edhe nëse e vendosim taksën e karbonit, prap shumë shpesh vjen në atë rregullin e meritës vjen thëngjilli para gazit. Okej. Kjo nuk kupton që domosdoshmërisht, nëse një pjesë e konsumit të energjisë elektrike, nëse do përdorej për energji elektrike gjithmonë thënë gazi, do të nuk kupton që nuk mund të ishim me këtë lloj faturimi që kemi. Pra, do të kishte rritje të çmimit të energjisë elektrike nëse do të përdornim LNG-n pas 5 viteve
10 vite varësisht sa. Gjithsesi. Dhe jo vetëm me LNG, por çfarë do investimi do kishim rritje, e sidomos nëse investojmë në termocentrale me gaz. Po edhe me thëngjell, edhe në këto të ripërtishme do kemi, sepse janë investime dhe investimet. Po, me kam përcjell debatin gjithsesi, ka qenë më shumë debat politik, do nuk ka pas substancë, ka qenë vështirë edhe me pas një qëndrim ndaj këtij fakti, me që së paku nuk është publikuar ndonjë koncept se çka parashihet. Në fakt ka mendu shumë se çka mund tjetë në këtë aspekt dhe si mund t'i qaset qoftë qeveria, qoftë ata që avokojnë odat të ndryshme ekonomike, shoqëria civile, po gjithsesi çka është më rëndësi është që të dihet forma në cilën ky lloj investimi mund të bëhet. Domethënë nëse flasim për ne duhet të dimë së pari se për çka na duhet gazi. Nëse kemi pika e parë që duhet të analizojmë është nëse kemi konzum të gazit nga industria apo kërkesë të gazit nga industria tjetër. Domethënë qoftë industri e lartë apo edhe konsumatorët, sepse kjo e definon se çfarë investime na duhen në rrjet të gazit, tubacione dhe në rrjet. E dyta mund të jetë nëse na duhet e çka është përmendur shumë, është investimi në termocentrale, pra për të importuar gaz dhe prodhuar energji elektrike. Nëse është kjo, atëherë i gjithë vlerësimi duhet të bëhet në kontekstin e tregut të energjisë elektrike, sepse është shumë e rëndësishme të analizohet me burime tjera dhe në çfarë mase gazi mund të kontribojë në furnizimin me energji elektrike, apo edhe kogenerim për shembull. Dhe e treta, që sepse nganjëherë është përmendur edhe si investim strategjik, apo partneritet strategjik, që mund të jetë mbase edhe investim në tubacion për të garantuar transportim të gazit nëpër Kosovë. Ky mendoj vetëm kjo e treta mund të quhet investim strategjik apo edhe ndonjë partneritet strategjik, sepse po i mundson një partneri apo kompani përdor territorin tënd. Për të përdorur dhe kjo mendoj se është e mirë në fakt nëse ka ndonjë koncept i cili në një farë mënyrë detajon këtë lloj projektimi, do të ishte interesant për të analizuar dhe në çmas gjitha këto opsione që i përmenda mund të jenë të kombinuara. Si keni por ju se qeveria definitivisht vrejet që ka hezitim për projektin, nuk ka thënë që ka refuzuar, por nuk ka po ashtu një për shembull preferon më shumë gazifikimin e thëngjillit, për cilin do të diskutojmë më vonë. Po ju si e shihni këtë si qëndrim, për shkak se nuk ka ndonjë ekspertizë deri më tani për ato dilema që edhe ju i ngritët, apo si e kuptoni ju? Po, pa dasht vendosëm pozicion të qeverisë, apo të flasë në emër të qeverisë. Jo, veç si analizë. Si analizë, po e imagjinoj që mbase kanë të njëjtën problem për të analizuar se çka konkretisht duhet. Nuk e di nëse ka pas ndonjë ofertë konkrete, dhe kjo është me rëndësi të thuhet. Për shembull nëse thuhet i gjithë rajoni tashmë LNG-ja prej Greqisë edhe në Maqedoni është i shtrirë tashmë rrjeti. Nëse gjithë rajoni e ka, pse mos ta ketë Kosova, ekonomitë rajonale, si kjo Maqedonisë, nuk në ndryshime aq të madhe esencial me ekonominë e Kosovës. Për shembull, ky si kundër argument, si e shihni? Po që për shembull aty së paku e di edhe prej diskutimi me kolegë në Maqedoni të Veriut, e di që ata së paku e konceptojnë këtë edhe për konzum të brendshëm, me që veç kanë konzum të gazit deri diku, jo në masë të madhe, po edhe për tranzit. Do me thonë, ata kanë rrjet të tubacionit me Greqinë, por edhe janë duke punuar që të krijojnë edhe ndërlidhen me Serbinë. Do me thonë, në një farë mënyre, kjo mendoj se është ka logjikë strategjike, sepse po i garanton tranzit të gazit, i cili vjen në formë likuide, pra deri në Greqi, në port dhe pastaj rigazifikohet dhe futet në tubacione dhe shkon deri në Serbi e pastaj edhe në Bosnjë e tjerë. Okej, pra nga që po kuptoj është që strategjisë që e përmende, jo vetëm që është e nevojshme që ndryshon sa më shpesh, sepse ka dinamikë të jashtëzakonshme edhe geopolitike, po edhe në treg. Do me thonë edhe e nxitur prej revolucionit ndryshëm, sidomos në burimet e ripërtritshme, në teknologji akumuluese, pra në bateri e tjerë. Duhet që ndryshojnë strategjitë dhe ndryshimi strategjive nënkupton që të bëhen modelime se cila është mënyra më e mirë për ta
për t'i optimizuar resurset që i kemi. Kur flas për resurset, flas edhe për resurset, për burimet, për shembull thëngjillin, kapacitetet prodhuese që i kemi me thëngjell, me burime të ripërtërishme, rrjetin, interkoneksionin. E të kjo e fundit po ndalim pak më shumë, integrimi i tregut rajonal krijon një mirëqenie ekonomike të jashtëzakonshme. Sa? Sepse ka investime që bëhen në gjitha vendet dhe jo gjitha vendet mund të shfrytëzojnë gjithë kapacitetet që i kanë në formë sa herë që ata dojnë. Pra, ne kemi... Që nënkupton kjo? Kjo nënkupton se do kemi investime në burime të ripërtërishme, edhe në Kosovë, po edhe në vendet rajonit, dhe sa më shumë, dhe do ketë, ne vetëm po e shohim që në periudat caktuara, çmimi i energjisë elektrike në rajon është ofër zero, se dhe nga njëherë negativ. Ne duhet të analizojmë mirë këtë në nivel rajonal se në çfarë periudha kohore na duhet energjia. Për shembull, nëse kemi periudhën e dimrit që kemi kërkesë për ngrohje më shumë se sa për energji elektrike, atëherë pse mos themi termocentralet, për shembull dy njësi të Kosovës pse mos t'i shfrytëzojmë vetëm në 3-4 muajt e dimrit. E ulim ndotjen, shfrytëzojmë burimet e qoftë edhe importin, duke blerë import më të lirë se sa që mund të prodhojmë. Do të thonë e ulim ndotjen. S'kan qenë çmimet më lirë se që mund të prodhosh. Prodhimi është 29.50 euro. E di, por nëse këshim në afat gjatë e fusim çmimin e karbonit, do të thonë gjithmonë e kam parasysh atë aspektin afat gjatë, pra modelimin afat gjatë, duke e konsideruar çmimin e karbonit. Unë pak e kam edhe një problem kur flasim për energjinë elektrike që e prodhon Keku, sepse unë mendoj se është jo vetëm që është e lirë, por shumë nën kostot që e ka. Fatkeqësisht, nëse e shohim, ne në një moment duhet ta mbyllim atë, që pas 10 vjetëve, që pas 20 vjetëve, apo 30 vjetëve, ne nuk po krijojmë, nuk po japim, nuk po paguajmë që të bëhet dekomisionimi. Çfarë do bëjmë mas asaj periudhe kur të mbyllet? Do e lëmë ashtu, apo prapë do kërkojmë që pasardhësit tona, po edhe gjeneratat që vinë më vonë të paguajnë që ato hekra, ato asetet të hiqen, të pastrohet, të rikultivohet ajo tokë e minjerave, etj., që ka kostot madhe. Pra ne investimit në tregun, në integrimin e tregut rajonal, transpozimi i ligjeve, i direktivave, rregullove të BE-s e mundëson këtë. Dhe kjo, vetëm në Evropë, në një vit krijon rreth 35 bilion euro mirëqenie, miliard euro mirëqenie ekonomike nga integrimi i tregut.